Zhvillimi i projektit të Zvërnecit nuk do të kalonte pa shumë bujë dhe shenjat e para do të shfaqeshin në fundjavë, kur policia private do të mbulonte me sprajt protestuesit dhe policinë e shtetit, e cila ishte e stepur nga njësia e kompanive private. Protesta do të arrinte kulmin kur policia private do të rrëmbente para syve të policisë së shtetit njëri nga protestuesit dhe do ta dhunonte, gjë e cila do t'i kushtonte vendin e punës drejtorit të policisë Vlorë. Vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hitaj do t'i ishte 2 licencat kompanive private Myrto Security dhe Major Security, që ishin të përfshira në ruajtje në zonës së rrethuar. Ngjarja e ndodhur, mënyra menaxhimit të saj dhe informacioni pas saktë i përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, ka marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse.